vrasjen e rështerit për këtë ngjarje të rëndë, e cila ka të rëndit, nga ka shoku të gjithë qytetarëve të Kaçanikut, por jo vetëm gjithë Kosovën. A e keni njohur? Kaçaniku ndrysh, e kemi njohur, rështeri Muhamet Lika ka qenë njohur për përkushtimin e tij në punë, në detyrë, ka qenë person mjaft i qetë dhe shumë i respektuar e bashkëpunues. Si të tillë e kemi njohur gjithë. Pra nuk ka patur asnjë problematik që ndërlidhet me të kaluarën dhe që mund ta çojë ta orientojë një lloj piste se çfarë mund ndodh. Jo, nuk kemi njohuri që ka pas diçka të tillë. Pra në asnjë formë. U raportua që gjithçka të ketë ndodhur në qendër të qytetit, në afërsi të policisë. Pra një vrasje e organizuar në qendër të qytetit. Si e përshkruan ju gjithë këtë zhvillim, sepse duhet e përmendëm edhe me Sadikun dhe besoj që do të inkorporohen edhe mysafirët këtu në studio, duhet një guxim i jashtëzakonshëm që të vritet polici në qendër të qytetit. Është një lloj mesazhi ky për publikun, zoti Raka. Kaçaniku njihet si qytet i qetë dhe rastet e vrasjeve